Ky kamion erdhi për të mbledhur mbeturinat që janë hudhur përreth e kontinjereve, por u kthye bosh. Kjo për shkak se është ndaluar nga inspektorët e higjienës komunale, të cilët madje me asistencë të policisë kanë tentuar të njëjtin ta konfiskojnë. Kryetari i komunës së Çajirit Vis Arganiu organizoi një konferencë të jashtëzakonshme, i mbështetur nga disa të punësuar. Ai akuzoi drejt për drejt drejtorin e ndërmarrjes, kuadrin e BDI-së dhe qytetin e Shkupit se po veprojnë me inate politike, ndërsa tha se ata si komunë kanë angazhuar kompani private për t'i pastruar mbeturinat që janë përreth kontinjereve, gjë që sipas tij ndërmarrja komunale nuk e bën. Ne këtu jemi grumbulluar për shkak se nuk duhet me lujt me fatin e popullit. Kjo më është tendencë politike. Këtë e thom me plot bindje për shkak se ndërmarrjen e udhëheq kuadri i Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili do me thonë njëherë prej 530 kontinjerave shportave e kanë ullë numrin në 320, që t'jipët pasqyre sa ma e keqe për Çajirin. E dyta, edhe atë punë cilën ata e kanë për detyrë. Ne e marrim përsipër dhe qytetari jonë pagun për zdyti taksa për këtë shërbim, do me thonë edhe këtë nuk na lejojnë. Kjo është, e them edhe njerë, me plot bindje, është direktiv, ose me direktiv, do me thonë, politike që i adresohet komunës së Çajirit. Ganiu tha se qytetarët nuk mund të jenë viktime pazareve politike dhe shtoi se nuk do të lejojnë që ambicia për kontroll të ndot hapësirat publike. Kreu i Çajirit ju bëri thirrje institucioneve që të mos siç tha detyrojnë të ndërmarrin masa të padëshiruara, përfshirë thirrjen për mosbindje qytetare ndaj një sistemi që pengon pastrimin e qytetit.